Dashim, Java nis me energji të fortë dhe dëshirë për të marrë kontrollin e situatave që të kanë shqetësuar kohët e fundit. Mund të ndihesh pak impulsive në komunikim, sidomos me familjarët ose partnerin. Mundohu të dëgjosh më shumë se sa të reagosh menjëherë. Në punë ose në shkollë vjen një mundësi interesante. Dikush mund të kërkojë ndihmë ose bashkëpunim. Financat kërkojnë kujdes, shmang blerjet emocionale. Demi, ndihesh më i eqet dhe i fokusuar te stabiliteti personal. Kjo ditë të ndihmon të organizosh financat dhe prioritetet. Binjakët, je shumë komunikuese dhe plot ide. Mund të marrësh vëmendje nga njerëz që nuk i prisje. Kaforjat, emocionet janë të forta dhe intuita është shumë e mpret. Mund të ndjesh nevojën të largohesh nga njerëzit negativ. Luani, Java nis me ambicie të mëdha, je në qendër të vëmendjes dhe kjo të jep motivim. Virgjëresha, Java nis me shumë mendime dhe plane në kokën tënde, do të ndihesh e ngarkuar nga përgjegjësitë për organizimin yt, do të ndihmojë të mbash gjithçka në kontroll. Kujdes me stresin dhe mos u lodh duke menduar për çdo detaj. Peshorja, Java nis me dëshirë për harmoni dhe qetësi, do të përpiqesh të shmangësh konfliktet, por mos harro dha nevojat e tua personale. Akrepi, Java nis intensivisht ku intuita jote është e fortë dhe do të kuptosh menjëherë qëllimet e njerëzve rreth teje. Shigjetari, Java nis me optimizëm dhe dëshirë për aventura, ke nevojë për ndryshim dhe liri më shumë se zakonisht. Britsjapi, Java nis me fokus tek puna dhe përgjegjësitë, mund të ndihesh pak i lodhur por ambicia jote mbetet e fortë. Ujori, Java nis me ide të reja dhe shumë frymëzim, do të ndihesh më kreativ dhe më e hapur ndaj ndryshimeve. Peshqit, Java nis me ndjeshmëri të lartë dhe intuit shumë të fortë, do të kuptosh emocionet e të tjerëve pa shumë fjalë.